Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, atë që ndodh tani me rezultatet që prodhoi ky proces zgjedhor. Aksionin opozitar pak minuta më parë lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi që jo vetëm që nuk do ta pranoj, po ka nisur dhe ofensivën tani ndërkombëtare për të ankuar sidomos theksin e vuj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kongres edhe në Senat. Provat tha ai janë të shumta. Por çfarë ndodh me qeverinë e re? Për këtë do të flasim me Endri Tafanin, analist njohës mjaftësisht zhvillimeve politike. Endri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Po e nis me një postim ndër të shumë të tuaj, po një të fundit që histori 2 vjeçare shqiptare, tani kjo është gropa e fitores. Kjo është e keqja që po bjem nga gropa në grop, domethënë se po i quajmë fitore. Ky është problemi shumë i madh që ka opozita shqiptare. Në përgjithsisht gjithë ata të cilët nuk duan që Rama të jetë më kryeminist dhe kanë besimin ose ndjekin mbrapa PD-n. Ajo që mendojmë kësaj radhe është fakti që PD-ja realisht Berisha, po jo vetëm Berisha, po edhe gjithë ata që janë brezi vjetër i PD-s, duke filluar në Flamur Nok, Josefina Topalla dhe gjithë të tjerët, duhet të largohen nga PD-ja. Duhet të largohen. Tani do largohen vetë apo do i detyrojnë votuesit të largohen, kjo është pikpyetja. Nëse largohen vetë, mund të jepet një shans PD-s që të konkurrojë në 2029. Nëse nuk largohen vetë dhe do presin votuesit, pra të detyrohen me votë që mos shkojnë, do të presim 2029-ën që të jetë një ripërsëritje, një déjà vu e kësaj që shikojmë, që PD-ja të rrëshqasë akoma dhe më tepër, nga 30% shkojnë në 15%, 10-15% dhe këta automatikisht të dalin në parlament, sepse nuk i voton më njëri. Por kjo i bie që të fitoj prap Rama në 2029. Dhe kjo është pikpyetja e madhe e PD-s. Ka një narrativ, domethënë, unë personalisht edhe kur kam qenë vjet, u bë një vit që kur folëm për zgjedhje, thash PS-ja prap ka për të kapur 800.000 vota, diaspora ka për të votuar PS-n. Këto janë, domethënë, këto ishin aq të kuptueshme që vjet, domethënë mënyra se si po shkonin gjërat, sa këto zgjedhje ishin si tip monotonie, domethënë asgjë në ato që cilat nuk pritej. Dhe kur ti e shikon se si po ecin gjërat dhe kur ti kritikon dhe i thua atyre të PD-s, ora duhet ndryshoni sepse nuk fitohet kështu siç e keni të rrugë, të fillojnë të thonë mos bëj opozitën e opozitës. E kupton? Domethënë kjo nuk ka kuptim. Mos bëj opozitën e opozitës. Çfarë të bëj unë më tepër? Domethënë unë shikoj që ti je duke siç e tregoj aty, domethënë ti je duke rënë në një grop, të them mos ec në drejtim se ke për të rënë grop. Edhe kur ti bie në grop, më thua mua, po ti pse s'merresh me atë që hapi gropën? Ora unë merrem atë që hapi gropën, po ty thash mos u fut në grop. Domethënë janë ca që as nuk duan të korrigjohen, as nuk duan të ndryshojnë kurs, as nuk duan të bëjnë asnjë gjë ndryshe nga ato që kanë bërë gjithë këto vite përplasje elektorale me Ramën dhe vazhdimisht andru elektoral. Dhe vazhdimisht për të shmangur përgjegjësisë tonë që na u vozën, na u bën etj. Domethënë opozita është futur në rreth të mbyllur në të cilin unë kam përshtypjen që e ka shumë të vështirë dalë, nuk kam shumë shpresa të PD-ja që ta rimarrë veten deri në 2029. Por nëse largohet Berisha, ju përmend disa herë më lart Noka, Vokshit e tjerë që nuk kanë dalë më përveç Nokës këto ditë, domethënë të tjerët, por me largimin e Berishës do jetë më i vështirë ndoshta edhe largimi i frymës berishiste, pra i gjithë tyre emrave të kupolës që janë në çdo institucion partijake kanë fjalën. Si do pyetja është, a mjafton vetëm largimi i Berishës që është e pamundur, por në një skenari. Jo, është e para një herë Berisha nuk jep dorëheqjen, e ka treguar, nuk ka dhënë ndonjëherë dorëheqjen. Domethënë kur nuk ka dhënë dorëheqjen u detyruan njerëzit në 97-ën të merrnin armët për ta detyruar që të jepte dorëheqjen. Dhe në 2013-ën ishi një katastrofë elektorale që u duk sikur dha dorëheqjen, por praktikisht me saktimin e Bashkës ishte ai që drejtonte brapa kujtave, pra realisht nuk e ka dhënë dorëheqjen ndonjëherë. Kryetari. Gjithmonë
ka qenë aty, gjithmonë ka dashur të komandoj, ashtu e ka tipin që të gjithë e dinë. Problemi nuk është vetëm tek Berisha, po është berishizmi. Domethënë, berishizmi tashmë është ngjashëm me enverizmin që ka qenë dikur. Këta që janë, domethënë, njerëzit që janë aty, ajo një pjesë e madhe janë transformuar, nuk janë më demokrat. E quajnë veten që janë demokrat sepse duan Berishën. Domethënë, e lidhin demokracinë me Berishën. Berisha është legjenda, Berisha është udhëheci ynor, legjendar, thuaj ti si duash, dhe nuk ka kuptim të thonë që të largohet apo të ashtu, sepse demokracia vetë është Berisha. Domethënë, ky nivel i dhujtarie i ngjashëm me atë të enverizmit është pothuajse i njëjtë në PD dhe ekziston në një masë të madhe në PD. Ajo që ndodhi tani, domethënë ishte një votim, referendum, plebiscit pothuajse kundër Berishës. Populli e ka rrëzuar statujën e Berishës prej kohësh dhe gjithë ata tani që janë berishistët që kanë ngelur në PD janë si dikur vullnetarët e Enverit që populli rrëzoi statujat, ata merrnin statujën, donin ta rivendosnin prapë në 91-shin. Kjo është shumë ironike, domethënë, që një parti e ka mbyllur ciklin e vet në një mënyrë kaq të palavdishme dhe duke u bërë pikërisht si ajo parti të cilën luftoi për ta hedhur në 91-shin, domethënë kaloi nga enverizmi në berishizëm. Është shumë ironike. Në fund, pasi mbaruan zgjedhjet e 2021-shit të nesërmen, dolën zëra, sado pa peshë ose pa një peshë të madhe politike brenda selis blu që i kërkuan ndërheqjen. Kurse në këtë rast nuk ka dalë asnjë deri tani. Së pari kjo dhe së dyti si do i përgjigjen të premte në protestë. Shiko, ka kohë që PD-ja nuk është më në sinkron. Po të mbash me atë që është realiteti shqiptar. Për shembull, sepse edhe kjo ka ndodhur sepse janë ata lider që kanë aty prej 30 vjetësh, domethënë, dhe janë shkëputur totalisht nga realiteti që është terren. Për shembull, më thuaj një shqiptar normal ta kapin rrugë dhe thoshe do vinë njerëzit të votojnë nga Greqia. Ose kur kanë ardhur emigrantët në Shqipëri, për kë kanë votuar? Pra, ata që kanë pasur dhe vullnetin për të votuar, ata emigrantë që kanë pasur vullnetin për të votuar në Shqipëri, që të gjitha thoshin votojnë PS. Do të thënë, dihesh botërisht në Shqipëri që vota e emigrantëve favorizon PS-n. Kjo është një autogol. Po këtë e dinin që të gjithë, besoj duhet ta kesh ditur dhe ti që përpara që vota e emigrantëve favorizon PS-n. Ne kemi kushërin që na vinë nga jashtë, farefis, dhe thonë sa bukur është bërë Shqipëria. Pse? Sepse ai nuk jeton këtu. Ai mjafton të shikojë një rrugë të shtruar dhe thotë që keni bërë mrekulliu. Se ai vjen për turizëm, ai nuk vjen për të jetuar. E kupton? Pra, ata e shikojnë që Shqipëria ka ndryshuar, ka bërë ca rrugë, janë bërë ca pallate të bukura në Tiranë, etj. Mrekulli është për ata. Sepse është në turizëm. Siç mund të jetë turizëm për mua të shkoj në Itali apo të shkoj në Gjermani dhe të them sa bukur që nga ky qyteti, sa i bukur kështu, pse jeni ju kundër Scholzit apo pse jeni ju kundër Merkelit, e kupton? Këta e meritojnë që të qëndrojnë. Nuk ka lidhje sepse ti nuk jeton, dhe ti je shkëputur në realiteti. Dhe që këta janë të shkëputur në realiteti i jetesës në Shqipëri, i bën ata që të vlerësojnë vetëm sipërfaqen, marketingun, dhe këtu në këtë drejtim PS-ja është akoma dhe e favorizuar. Për më tepër, një pjesë e mirë e atyre janë larguar në Shqipëri në kohën në 97-ën, krizën 97-s, që janë ngjesin që të gjithë Berishës, sidomos ata që janë në Greqi, edhe më vonë janë larguar në kohën kur ka ndodhur kriza të tjera dhe ajo është, domethënë PD-ja është damkosur në një farë mënyrë në diasporë nga ata që kanë vullnet politik për të votuar, si një forcë e cila nuk vlen. Dhe në fakt, shiko kush është raporti. Në Shqipëri raporti ishte që 52% votuan PS-n, në diasporë ishte 54% PS-n. Në diasporë, në Shqipëri 35% PD-n, po janë 25% në diasporë. Ka një diferencë shumë të madhe në diasporë vota për PD-n. Pra,
më shumë veta nuk e duan se sa më shumë veta duan PS-n në diasporë. Pra Biali i largoi Rama, pavarësisht se nuk janë ata viteve të fundit që mund të kenë votuar. Po, s'është puna e lem janë. Ky ishte një fakt se kush u larguan, si u larguan e tjerë. Është diçka që dihen. Në 2013-ën erdhën 50.000, 60.000 që votuan nga diaspora në 2013-ën dhe votuan PS-n, sepse u vu re 1 milion shumë plaka që u tha atëherë. E kupton? Në këta 50.000, 60.000 ishin votues që i sillte PS me autobus në Greqia, dhe ne jemi evident. Pra, se u zgjat më shumë në këtë pikë për ta përmbledhur, këtë gjë e dinin të gjithë në Shqipëri, që diaspora voton PS-n, ose të paktën ata që duan të votojnë nga diaspora, votojnë PS-n. Pse duhet PD-ja t'i fuste këta njerëz? Pse duhet të kur e dinte që kur të gjithë e dinin që ata nuk mund të, domethënë nuk do e favorizonin PD-n, minimumi. Sepse ka ndodhur dhe që e kanë penalizuar, për shembull në Vlorë ka humbur një mandat prej votës diasporës për PD-ja. Pra, çfarë i bëri që të shkojnë drejt kësaj gjëje? Kur fare mirë kodin zgjedhor e kanë bërë si kanë dashur vetë PD-ja me PS-n, pse ishte favorizuar, po doja fare mirë mund të thoshe jo nuk e dua dhe e shtyn për zgjedhjet e tjera sepse është vonë të bëhen ndryshime në kod. Pra mund gjesh një justifikim për faktin që ishte tepër vonë dhe kodi mund të qëndronte ashtu siç ishte. Pse e bëri? Sepse nuk e perceptonte dhe gjithë ata të PD-s, dhe kur kam qenë debate televizive, thoshin këta njerëz janë larguar në kohën e Ramës dhe këta nuk do votojnë Ramën. Domethënë nuk njifte realitetin, nuk kanë kontakt me realitetin. Jetojnë në një botë virtuale të tyre, në të cilën shumica e shqiptarëve ata i do, por Rama u avjet. Dhe kjo botë virtuale që kanë ata nuk ndryshon, sepse kështu e kanë krijuar narrativën. Dhe kështu dalgadal ata tregojnë një gënjeshtër në të cilën e besojnë dhe vetë pastaj. Dhe ky mungesë kontakt, ky mungesë e njohje realitetit vjen dhe nga fakti që ata që i drejtojnë janë aty për 30 vitesh. Berisha, Tritan Sheu, Josefina Topalli, Flamunoka, gjithë të tjerët janë prezi vjetri i PD-s, që janë akoma të 91-shit, me atë mentalitetin e 91-shit, e kanë humbur kontaktin me çfarë është realiteti në 2025-ën, janë 35 vjet mbrapa, për kaq kohë kishte rënë komunizmi edhe në Shqipëri. Dhe ata vazhdojnë akoma. Po lobimi deri ku mund shkojë rezultati i lobimit? Çfarë mund bëj edhe me ato që ta bëjnë ato që do të çojmë dokumentat dhe dosjet në Kongres, në Senat, në le të çojnë dhe dokumentat dhe dosjet, çfarë do bësh? E gjithë këtë që po bën Berisha tani është për të justifikuar humbjen dhe që të mos japi dorëheqjen. Është aq evidente sa nuk e di nëse mund të ketë ndonjë budalla jashtë berishistëve. Dhe këtu do të them se berishizmi është rrym vete, domethënë, si puna e enverizëve. Përveç atyre gjithë të tjerët e kuptojnë që kjo është një lojë për të mos dhënë dorëheqjen. Ti shiko votat e partive të reja. Nëse do kishte vjedhur njëri, pse partitë e reja morën mandate? Pse morën 100.000 vota partitë e reja? Ramës, Berishës nuk ja vodhi Rama, po partitë e reja dhe ata që nuk dolën. Po pikërisht. Pra, ti shiko, pse morën ata 100.000 vota dhe nuk i morë ti? Si ka mundësi, domethënë që Rama nuk arriti të vinte ty si parti, po nuk arriti të aviste atyre, që s'kishin as numërues, nuk kishin as antar komisionesh. Po, për shkuar pak më tek kësaj të opozitës, janë ta votat të LSI-s në fakt, sepse LSI-ja një të ndjeshme, këto vota që shkuan te partitë e reja, janë të LSI-s, është një pjesë e elektoratit që lëviz sa ndej tepra këta pragmatistë ndoshta ose nuk e di. Nuk mendoj që votat e LSI-s janë shpërndarë aq shumë në drejtim të, po themi, partive të reja, sesa janë shpërndarë në drejtim të Partisë Social-Demokrate dhe Partisë Socialiste. Domethënë për mënyrën se si është ndërtuar LSI-ja ka qenë një parti idealiste deri në 2009.
Pra ka qenë një parti e cila u shkput nga PS-ja në 2003-2004 me idenë e korrupsionit që ishte në kohën e PS-s me Fatosnanon, që u bën doganierë të cituar si Lord, sa doli dhe Barcaleta pse paguesh duke qenë dogan, domethënë ka pasur dikur dhe daga dal. U bë klientelistë. Ata u shkëputën nga ajo. Në 2005-ën konkurruan dhe ishte një faktori pse PD-ja fitoi në 2005-ën. Po të kishte qenë BSI-ja bashkë me PS-n, ajo pjesë e PS-s që u largua në PS në 2005-ën, prap nuk fitonte PD-ja. Dhe në 2008-ën u bën ndryshime kushtetuese pikërisht për ta zhdukur LSI-n. Dhe LSI-ja në 2008-ën ishte një parti e cila po luftonte duopolin e partive të mëdha. Pra, deri në 2009-ën LSI ishte një parti e majt me ideale, po themi, të pastërtisë, të një qeverisje më të mirë, etj. Nga 2009 e mbrapa, LSI-ja kaloi në një parti, po themi, klienteliste. Për këtë jemi koshent gjithë. Mënyra se si i mblidhe votat, mënyra se si i humbi idealizmi. Dhe daga dal nga 2009 deri në 2021, ky klientelizëm ishte shumë i qartë në LSI. Dhe ky klientelizëm mori fund sepse u shpërndan për shkak të faktit që nuk morën ato që nuk morën në 2021 dhe që kanë që në 2017 që janë në opozit. Janë 8 vite në opozit, për një parti klienteliste pa ideale është shumë e vështirë. Do shpërndahen, do kërkojnë patronazhistët, qoftë në PS-ja, qoftë në PSD-ja, përgjithsisht duke parë që PD-ja ishte forcë humbse. Dhe kjo ishte më së e qartë në faktin që në qoftë se ata do ishin me PD-n, Ilir Meta zgjedhjet e kaluara ka pasur rreth 30.000 vota në Tiranë, normalisht të paktën duhet merrte 20.000, nëse ata kanë qëndruar me PD-n. Po fakti që ata kanë braktisur dhe kryetarin e tyre tregon që ata nuk janë me PD-n. Dhe kanë ikur drejtim partive tjera. Po për vetë mënyrën si janë klientelist, dy parti që mund t'i kapin në këtë drejtim janë PS-ja edhe PSD-ja. Për vetë faktin që janë parti të cilat mendoheshin që do fitonin zgjedhjet ose do ishin në anën e fituesve. Dhe për i mentalitet klientelisti, ishte më thjesht shkoj me ata se sa të shkoje me një palë humbse, siç mund të ishin po themi PD-ja ose me një parti të reja të cilat prap do ishin palë humbse dhe që nuk i lidhte asnjë idealizëm dhe asnjë gjë. Ende dhe diçka të fundit kam me këtë situatë që ju paraqitët në analizën tuaj. Çfarë do ndodh në 4 vite që po vinë, sepse pesha opozitës e diskutuam. Tani bie pesha e deputetit me këto numra që janë, bie pesha e ndikimit e medias pra rëndësisë për qeverinë, bie pesha edhe akuzave të opozitës për bandat, edhe e oligarkëve, pra mos nuk i duhet asnjë nga këta të gjithë. Shkoj. Ramës i duhet që të vinë çdo 4 vjet një herë që të marri po themi një vull nga populli për të vazhduar. Kështu që e para punës njërë opozita duhet kuptoj një gjë. Kemi rastin e Tiranës, e Bashkisë Tiranë, në cilën nuk mund të vazhdoj për shumë kohë pa kryetar dhe normalisht do ketë ndonjë shkarkim dhe bërje zgjedhjesh për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Këto më duken si zgjedhjet e Korçës mas 2013 ndoshta. Dhe do ketë një të tillë, domethënë se kjo mund të jetë një, po themi, betejë tjetër përpara se të përplasësh për zgjedhjet lokale që janë në 2027 dhe pastaj për betejën tjetër që është në 2029. Pra do kesh beteja të tilla të vogla përpara se të shkosh në 2029. Ajo që unë shikoj ose që më bën pesimist për PD-n është fakti që Berisha, domethënë ata që janë deputet në PD tani janë që të gjithë deputet të listave të mbyllura. Mund të jetë një në Tiranë dhe një në Shkodër. Me shumë si pra Barsfahia me Ali Mehmetin ose Tabakun. Pra mund të jenë 2
dhe gjithë të tjerët janë deputet të listave të mbyllura, në të cilën Berisha ka futur besnikët e vet, ata që janë berishistët. Problemi kush është? Problemi është fakti që këta njerëz, edhe sikur vet PD-ja të thotë largohuni, ata janë deputet, po nuk dhanë dorëheqjen vet. Janë dhe drejtues, sekretar organizativ, sekretar andej këtej, në kryesie, bla, dhe ti e ke të vështirë ti heqësh të gjithë. Sepse ja dhe, po themi, i hoq në rolet në parti, ata do vazhdojnë të jenë në parlament. Ti si PD, me kë do përfaqësohesh në parlament? Nëse ti, siç e thon Tiranës, i bën lanet gjithë ata aty. Dhe thua nuk janë më pjesë e PD-s. Me këtë do të vazhdosh luftën politike në parlament, kur ti nuk ke asnjë zë në parlament. Dhe kjo e bën jashtëzakonisht të vështirë. Unë situatën e PD-s e shikoj realisht shumë të vështirë. E para një sepse Berisha nuk do ta lëshoj. Nuk do ta lëshoj. Dhe të gjithë ata që shkojnë brapa ti normalisht nuk e lëshojnë. Plus edhe për ego personale, siç mund të thotë për shembull zoti Nota, mund të thotë pse ta japun dorëheqjen dhe të futet njëri në listë të hapur. Unë kam kaq vite në PD. Është ego personale fundit, domethënë që ndikon shumë. Dhe këta njerëz do qëndrojnë aty në ato poste që kanë dhe do ta bëjnë ty të pamundur që ti të dalësh në përballjen tjetër elektorale si një forcë që ka reflektuar mbi mesazhin që mori tani. Pra ju keni shpres as te Bardhi, as te Gjekmarkaj. Ata janë irrelevant. Ata po të kishin qenë kaq, po themi, kaq të mirë ose kaq po themi kaq të zotët për të mbledhur votat e veta, mund të kishin qëndruar me Ali Bejën, edhe mund të kishin qëndruar me, po themi, me Lulzim Bashën. Aq më tepër me atë rezultat që mori dhe Bardhi në Fier. Po, tregon që janë irrelevant nga ana politike, janë relevant sepse kanë qenë personazhe të cilat janë katapultuar pa pasur një influencë në popull. Pra, është ndryshe kur ti je një personazh i cili je votuar, je një personazh i njohur, ke një reputacion, etj, dhe je i njohur nga populli i zonës fundit, e kupton? Sesa kur ti je një personazh që më dukesh mua të shumë i mirë dhe hajde me mua te partia ime. Këta njerëz janë katapultuar aty nga Basha në përpjekje për të zëvendësuar berishistët dhe nuk kanë pasur impakt, domethënë atë shtrirje elektorale siç po ta kenë pasur të tjerët, që cilët kanë qenë dhe pushtetarë në PD. E kanë kontribuar për vite në PD dhe prapë po të dalin marrin më shumë vota. Pse? Sepse janë bërë dikushi duke luftuar. Këta nuk janë bërë dikushi duke luftuar, këta janë bërë dikushi sepse u futën, u atashuan. E kupton? Kështu që ata janë irrelevant nga ana elektorale. Dhe më e keqja që mund të shoj një pikë tjetër për PD-n, problemi kush është i PD-s që shoh është fakti që PD-ja është kthyer në një parti burokratike. I ka zhdukur ata që janë faktor vendas. Në kuptimin që nuk e pse shkon Gazbardhin, ta çosh Gazbardhin në Fier. Ç'a lidh Gazbardhin me Fier? Nuk ishte ti një djalë Fierak aty? Në strukturat e PD-s Fier? Ndoshta që me këtë skenarin pas për t'i mbyllur gojën tani ose Luciano Boçin në Qeçoj Shkodër, që s'ka lidhje. Po pse më nuk ka, ishte kompliku në Shkodër, domethënë ai çun goxha i mirë. Pse nuk vë atë në listë mbyllur? Që të ndihmonte njerëzit, po vë një që s'ka lidhje. Dhe po ta vësh re, për shembull, më bëri përshtypje, në Tiranë ishte Basha, ai që është me PS-n tashmë. Po, dhe në Kamës, sekretari i partisë. Po, dhe në Kamës dhe në Kamës dhe Paskuqan ku ishte, dhe ai është faktor lokal. Ai ka lëvizur votat.
është vetëm një zonë ku PS-ja ka rekuperuar në Tiranë. Ndërkohë që nuk ka rekuperuar në asnjë pjesë tjetër të qytetit, bashkisë po flas, është në rënje, është vetëm një zonë pas Kuqanit dhe Kanta ku ai ka qenë i deleguar që të ishte një personazh, po themi, i domethënë që krijon vota, që mbledh vota. E kupton? Pra në këtë moment kur është një personazh i cili mbledh vota dhe është në terren, PS-ja e njeh këtë merit dhe e merr, ndërkohë që PD-ja nuk i merr, PD-ja i delegon nga Tirana, i merr, i çon atje dhe nuk kanë as impakt në terren. Domethënë, unë shikoj PD-n aq të pamundur për të reformuar sa është, po themi, nuk e di, jam shumë pesimist, domethënë, paktën për mënyrën se po shkojnë gjërat. Gjithmonë mund të presim në mrekulli, po. Me atë që kuptova, shpresa nuk mund projektohet tek PD-ja për zgjedhjet e ardhshme. Me këtë lidership. Jo. Dhe në qoftë se vazhdojnë në këtë mënyrë, do atrofizohen dhe do fuqizohen partitë e tjera, duke filluar nga Partia Mundësia, duke filluar nga këto të tjerat, edhe është një diçka e cila ka për të huashur. Ka për të paktën mbase PD-ja ka mbyllur ciklin e vet. Mbase është një parti e cila është kthyer në një diçka e cila nuk mund të ofrojë asnjë gjë këtij populli përveç një modeli Berishis, i cili është i ngjashëm me Berisin dikur. Dhe mbase është drejt që ta mbylli ciklin. Endri, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit.